vetë mia dhe lexoj çdo ditë. Dhe sa herë që lexoj Kur'anin mësoj diçka të re. Nuk ka libër në botë jashtë Kur'anit që mëson diçka të re. Për shembull, nëse merr një roman ose një libër do si do, poezi ose ku diu çka, nëse lexon ajo është njëjtë, nuk ka kurfar shije ose kurfar vlerë. Por nëse e merr Kur'anin, për çdo germ mëson diçka të re. Dhe motivohesh dhe frymëzohesh pe Kur'anit. Sepse është nimet i Allahut, është fjala e Allahut, është kelamullah, është mucize, është mrekulli. Kena të bëjmë me një gjë që bota sot, edhe shkencëtarët më të mëdhenj si Maurice Bucaille, edhe shumë shkencëtarë të mëdhenj kur e kanë lexuar këtë fjalë, e kanë pranuar dhe Islamin, e kanë pranuar Kur'anin. Krishterët më të mëdhenj kur e kanë lexuar këtë fjalë, e kanë studiuar, janë kthyer në besimin islam. Ateistët më të mëdhenj kur janë ballafaqur me këtë fjalë, e kanë pranuar Islamin. Në kohën e Nuhit alayhis salam, ndoshta ju kujtohet, njerëzit nuk dojshin me ndëgju Nuhin alayhis salam. A dini pse nuk dojshin me ndëgju Nuhin? Sepse kishin frikë se po dëpërton fjala e Allahut në veshët e tyre dhe me hinë zemra dhe me pranu ata të vërtetën. Imagjinoni pra s'kan pranu as me ndëgju ata. Sepse po ta dëgjonin, ata do të udhëzoheshin. Po ashtu e keni rastin te Musai me Harunin. Që Allah i thot, shkoni flisni faraonit me fjalë të buta. Sepse fjala e butë, fjala e mirë, fjala e drejtë dëpërton kudo. Është ajo fjalë që dëpërtojnë zemrën dhe në shpirtin e Umer ibn al-Hattabit. Që nga një bish e egër, që ishte Umeri, pra ishte një njeri që ishte i gatshëm 10 veta me ju dalë mejdan edhe me i rrejtë e tanë. Me një shpat, ai i ka kullufit, i ka mërthy 2-3 veta. Domethënë ka qenë shumë i fuqishëm si njeri. Ka qenë shumë trim, ka qenë shumë i vendosur. Ka shkuar me mbyt Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga fjalët e drejta të Kuranit dhe nga fjalët që kanë dëpërtuar në shpirtin e tij e kanë bërë që më dridhë durët dhe më ra shpata në tokë dhe mos me mujt. Pra, mungi frym, si thëmë na, mungop frym pe dashurisë ndaj kelime shahadetit. Dhe ka thënë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pra, kjo fjalë ka që madhe i boni shumë burrat mëdhej me pranu këtë nimet. Sepse nuk ka nimet më të madh, as pasuri më të madhe, as begati më të madhe se me njoftë Allahin.